Prokuroria e Tiranës ka lëshuar masa sigurie për 5 zyrtar të Bashkisë Tiranë dhe 3 përfaqësues biznesesh të përfshirë në një skem të dyshuar falsifikimesh dhe shpërdorimit të tyre lidhur me prishjen e 6 objekteve në janar 2021. Në total, Prokuroria e Tiranës ka lëshuar 3 masa arrest në shtëpi dhe 5 masa detyrim paraqitje për personat e përfshirë në hetim. Hetimi nisi pas denoncimit të një qytetari, i cili pretendonte se pallati i tij ishte prishur nga IMT pa njoftim dhe pa vendim zyrtar. Gjatë verifikimeve, Prokuroria dhe sektori i krimit ekonomik zbuluan se disa dokumente zyrtare të përdorura në procedurat e demolimit ishin falsifikuar, ndërsa për disa objekte janë deklaruar punime fiktive, duke shkaktuar dëm financiar ndaj buxhetit të Bashkisë Tiranë. Sipas hetimeve, në mars 2021, Këshilli Bashkiak miratoi një fond për demolimin e 15 pallateve, ku në listë janë përfshirë edhe objekte të shembura më parë, duke lejuar që kompania fituese të deklaronte punime të rreme. Punonjës të IMT kanë pranuar se nuk kanë kryer verifikime në terren dhe janë bazuar vetëm në dokumente të brendshme. Prokuroria ka evidentuar përgjegjësi edhe tek drejtues të Drejtorisë Emergjencave Civile, të cilët dyshohet se kanë nënshkruar akte dhe proces verbale të pavërteta, duke konsumuar formën e rënduar të falsifikimit të dokumenteve, pasi kishin detyrë zyrtare t'i lëshonin ato. Arrest në shtëpi është lëshuar për shtetasin Aurel Çuko, drejtori i përgjithshëm i Emergjencave Civile. Arrest në shtëpi për shtetasin Aurel Boriçi, drejtori i Drejtorisë Emergjencave Civile. Arrest në shtëpi për shtetasin Sokolçi Hajaj, specialisti i IMT Bashkia Tiranë. Detyrim paraqitje për shtetasen Eleana Guçe, përgjegjëse e sektorit të politikave të kompensimit nga fatkeqësitë natyrore të Drejtorisë Emergjencave Civile. Detyrim paraqitje për shtetasen Regjina Rakipi, specialiste IMT. Detyrim paraqitje për shtetasen Aleksandra Mahmutlari, mbikëqyrëse e punimeve, përfaqësuese e BOE Managing SHPK dhe IMSD SHPK. Detyrim paraqitje për shtetasin Shoqëri Maloku, përfaqësues ligjor i BOE Arben Trans 2000 SHPK dhe Klaiger Konstruksion SHPK dhe administratori i subjektit Arben Trans 2000 SHPK. Detyrim paraqitje për shtetasin Fatmir Fieri, përfaqësues ligjor i BOE Arben Trans 2000 SHPK dhe Klaiger Konstruksion SHPK.